بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë Allahut Azza wa Jall të na ruaj nga keqja e vetëve tona dhe veprave tona. Ka udhëzon Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush e humbë atë dhe kush zgjedh për veten e tij devijimin, nuk mund ta udhëzojë atë askush përveç se Allahut Azza wa Jall. Dëshmojmë të deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jall, një vetëm, dhe dëshmojmë të deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam anvim. Tema e mësimit vazhdon të jetë pra rreth xhenazës dhe Imami Abdul Ghani al-Maqdisi, Allahu mëshiroft, e ka përcjellur këtë temë vetëm në hadithe dhe nuk i ka zgjedhur për të pra një emër. Kurse Sheikh Abdullah al-Bessan, Allahu mëshiroft, i ka ndarë hadithet në tema të shkurtra ku të jetë sa më e kuptueshme hadithi. Dhe për natën e sotshme pra do të jenë dy hadithe të cilën pra lidhen me pjesën se si lahet xhenazeja dhe gjithashtu si përcillet ajo. Dhe pastaj do të hyjmë me temë tjetër me ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Hadithi i sotshëm do të jetë në numër 158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dhalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pra hadithi transmetohet nga Imam Bukhari dhe Imam Muslim nga sahabiu i nderuar Abi Huraira, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: nxitoni në varrimin e xhenazës. Nëse ai ose ajo është prej vepër mirëve, tek një e mirë po e çoni atë. A nëse personi ka qenë prej njerëzve të cilët nuk ka qenë vepër mirë, një të keqe po e largoni nga supët e juaja. E pra hadithin e transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslim. Pa diskutim, thot Sheikh Abdullah al-Bessan, Allahu mëshiroft, se al-insanu muqawwan min ruhin wa jasad. Pra njeriu është i përbërë nga trupi dhe shpirti. Dhe çdo gjë e mirë, çdo vlerë, çdo nder, çdo dobi, çdo cilësi e cila lidhet me veprën e mirë, i kthehet njeriu në trup dhe në shpirt. Pa shpirtin nuk ka vlerë, thot, asgjë e mirë. Qoftë ajo e cila lidhet thamë neve me veprat e mira, qoftë ajo që lidhet dhe me veprat e këqija. Nëse shpirti shkputet nga trupi, atëherë ai trup nuk ka vlerë. Prandaj merr vlerë pjesa e dytë e hadithit që thot: nëse ai nuk është për vepër mirëve, atëherë nxitoni për ta hequr se një diçka të keqe po e mbani mbi trup. Pa nëse ne do ta vlerësojshim një trup me shpirt dhe është për vepër mirëve, nuk mund i drejtohesh një trupit i cili pra trupit besimtarit si diçka e keqe po e largon nga vetja. Pra, pa diskutim që dhe dobia që përfitohet nga hadithi është se nëse njeriu shoqërohet me njerëzit e mirë, atëherë ata e adresojnë atë tek vepra e mirë. Dhe nëse njeriu shoqërohet me njerëzit e këqij, atëherë ata e adresojnë atë tek vepra e keqe. Dhe kështu pastaj merr njeriu atë çka ja ka përcaktuar Allahu Azza wa Jall duke parë tek vetja e tij, tek gjëja të cilën njeriu e don më së shumti, sepse kaderi nuk shkputet dhe nga prirja e njeriu, dhe Allahu Azza wa Jalla ka përcaktuar duke parë tek ti atë
të cilën ti e do më së shumti, ose veprën e mirë, ose veprën e keqe. Ndaj, thot shehu që nëse mirësia, vepra e mirë, ajo durimi yt ose cilësitë tua të mira janë bashkarisht tek trupi yt, pra shpirti dhe trupi, atëherë ata kanë vlerë. Dhe nëse kjo trupi pra shkputet nga shpirti dhe shpirti largohet nga trupi, atëherë ajo bëhet një trup pa vlera, pa mirësi dhe pa asgjë të mirë. Prandaj thot, nëse shpirti largohet nga trupi, atëherë merr dhe kuptim pjesa e dytë e hadithit që diçka të keqe po e largoni nga supet e juaja. Dhe shariati, i cili pra është ajo çka ka zbritur Allahu Azza wa Jall tek i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, me urtësinë e tij urdhron në përshpejtimin dhe në përgatitjen e trupit, pra të xhenazës, duke kryer larjen, duke kryer qefinosjen, duke falur namazin dhe pastaj duke përcjellur atë tek ajo çka ai ka punuar. Qoftë për vepër mirëve, ne nxitojmë për tek ajo. Dhe urtësia e saj është, siç edhe thot hadithi që ka ardhur tjetër, qaddimuni, më afroni dhe më afroni tek ajo. Pra flet trupi, flet shpirti, por se nuk e dëgjon atë askush pra që janë mbi tokë. Dhe nëse njeriu është prej vepër jo të mirë, pra që ka bërë vepra të këqija, atëherë ai është një trup i cili merr erë të keqe dhe është një diçka e keqe që e mbani mbi supet e juaja, ndaj dhe largojeni atë nga vetja duke çuar shpejt ajo. Dhe nga dobit që ka përcjellur shehu Abdullah Besam, Allahu më shëroft, është se thotë është e pëlqyeshme që të nxitojmë, por ky nxitim thotë duhet lidhet me atë çka ndodh me trupin e vdekur. Nëse ju thotë shkaktoni dëm tek xhenazeja, pra me ecje shpejt ose rrezohet xhenazeja, ose njeriu ka të afërm dhe pritet që të vinë, atëherë është më mirë që ta lësh dhe pak dhe të marrin pjesë ata. Ose ka besimtarë që duhen të vinë dhe ne e dim që janë nga mesi jonë dhe nuk kanë prezantuar akoma, i pret ata. Dhe kjo është një vonesë e cila i kthehet në dobi të vdekur. E dyta, nxitimi është i lidhur thot me vërtetësinë e vdekjes. Dhe kjo është një dobi që përfitohet nga hadithi, se sa herë thot ndodh që trupi bie në agoni, ose si quhet kjo? Jo agoni. Pra vdekje klinike, dhe ti thot nuk duhet që të nxitosh për ta qefinosur dhe për ta futur atë në arkivol, ose në tabut, por se thot merr shkaqet të cilat thot e vërtetojnë atë se trupi pra ka vdekur, pra ka hikur nga kjo dunja, shpirti është shkputur nga trupi. Atëherë kur ajo vërtetohet, atëherë thot marrim ato çka i përmendëm më lart, pra e lajm trupin, e qefinosim, pastaj i falet xhenazeja dhe pastaj nxitojmë për ta varrosur. Por ajo çka përfitohet nga hadithit është që njeriu duhet ta vërtetojë pra vdekjen dhe pastaj të bëjë veprimet që vijojnë. E treta, përfitohet se njeriu duhet të shoqërohet me njerëzit e zgjedhur dhe njerëzit e mirë, sepse ata na shtyn neve tek vepra e mirë, kurse nëse njeriu dhe të largohet nga njerëzit e këqij, sepse ata na shtyn neve tek veprat e këqija. Gjithashtu, kush faq, thotë Sheikhul Islami Taimia, Allahu më shëroft, në shpjegimin e hadithit, dhe e ka përcjellur Sheikh Abdullah Al-Besam si dobi, thotë që kush faq veprat e Islamit, atëherë mbi të veprohen rregullat e Islamit. Sepse ne e dim, siç thonë një pjesë ulemash, që nëse njeriu nuk fal namaz, atëherë ai njeriu nuk konsiderohet nga besimtarët, nuk i falet xhenazeja, xhenazen nuk e fusim tek varrezat e muslimanëve. Prandaj thotë Sheikhul Islam Taimia dhe jo më kot është përmendur që nëse njeriu shfaq Islam në pjesën e jashtme, pra thot la ilaha illallah, dëshmon ditën e gjykimit dhe e beson atë dhe e dëshmon shahadetin ashtu si duhet, atëherë thotë vjen dhe falet me besimtarët,
qoftë siç e përmend Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, qoftë edhe nëse falet nga një herë, dhe nuk i fal të pesta kohët, por nuk e mohon se namazi është shtyllë dhe duhet, atëherë thotë ky konsiderohet nga besimtarët dhe merr rregullat e besimtarëve. Pra falet xhenazja e tij, shoqërohet për tek vendi i xhenazës, ja varrosim atë tek varrezat e muslimanëve, gjithashtu lejohet që ta martojmë atë, pra t'i japim atij nga femrat tona ose t'i marrim nga femrat që ka ai. Gjithashtu dhe trashëgohet nga familjarët e vet. Kaq për të hadith, hadithi vijues an Ummu Atiyata al-Ansariya radiyallahu anha qalet nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alayna rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pra siç thamë, ky hadith është në vazhdën e temës se rregulli që përfitohet nga hadithi duke e përkthyer spari, thot Ummu Atiya, një nga sahabijet, Allahu qoftë i kënaqur për saj, ka thënë se ishim të ndaluara që ta ndjekim xhenazën pas, dhe nuk ishte e qartë ndalesa e saj. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pra nuk na erdhi një urdhër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i prerë që juve nuk duhet që t'jeni ndjekse të xhenazës, por se gjithashtu nuk ishte një urdhëresë ose një lejesë që gratë t'i shkojshin pas xhenazës. Normalisht që do ta sqaroj më vonë, por kjo është pra termi i hadithit, që tregon se gjinia femrore nuk janë si burrat. Burrat i ka bërë Allahu Azza wa Jall që ata të jenë të durueshëm, gjithashtu ta suportojnë atë çka i ndodh. Dhe nuk janë si gjinia femrore që e nxjerrin atë që i bie atyne. Nëse i bie gjinisë femrore për kjo lloj shqetësimi dhe kjo lloj sprove, atëherë ata marrin dhe qajnë me zot lart. Gjithashtu qirrin fytyrën e vet. Gjithashtu zbulojnë nga pjesët e trupit. Po ashtu ka që grisin rrobat. Prandaj thot, ose qajnë me zë të lartë. Prandaj thot ata janë të ndaluara që ta ndjekin xhenazën pas tek vendi ku varroset, dhe gjithashtu mos të marrin pjesë në faljen e xhenazës bashkë me meshkujt në atë vend. Porse normalisht që kjo është një gjykim i përgjithshëm, dhe nuk do thotë që nëse femrat ndodhen për shembull në vendin e faljes tyre dhe xhenaze vjen për t'u falë në xhami, që mos marrin pjesë ata. Po këtu bëhet fjalë për tek vend falje që përcaktohet, po themi për xhenazën tek vendi hapur, ku është vetëm për t'u falë ose bajramet ose xhenazja. Atëherë nuk bën që femrat shkojnë pas meshkujve për t'ia falë atje xhenazën, sepse janë të tilla, pra janë të dobta, dhe mbase mund të ndodhi diçka e cila pra është e pa pëlqyeshme ose e ndaluar për të ndodhur. Kurse nëse ata ndodhen në xhamia dhe aty falet një namaz xhenaze, normalisht që marrin pjesë si të gjithë personat që janë prezent në xhami. Dhe Ummu Atiya transmeton pra që unë thot nuk e kuptova si ndalesë e cila pra ishte e prerë për gjinin femrore. Dhe thot Shehu Abdullah al-Besam se kjo vepër nuk është ndaluar rreptësisht për gratë, por nëse paraqet këto lloj ndalesës të cilit i përmendëm më lart, atëherë thot unanimisht ose rreptësisht mos i lejosh pra që të vinë pas. Që do thotë që nëse ndodhin këto gra pra prezent tek vendi ku ndodh kjo vdekje, atë normalisht që ato marrin pjesë për disa veprime të cilët pra janë të pandashme, si më thënë afrimi i ujit, ose robja, ose qefini, ose vepra të tjera të cilët pra i përkasin asaj gjinie me e bë. Ose sikurse e tham, nëse ndodhen pra në atë vend falje, normalisht që lejohet që ta falen. E dyta urtësia e ndalimit është se femrat pra janë të dobta dhe nuk janë si gjinia mashkullore, të cilët pra ato e përcjellin atë çka e kanë brenda, atë ndjenjë e cila pra i prek ato, kurse
meshkujt nuk janë të njëjta në sjellje, ata janë më të qëndrueshëm, ata janë më të durueshëm dhe janë më të përmbajtur në atë çka pra preken sikurse është pra vdekja. Ndalesa nënkupton dalimin e qartë dhe të prerë, thot një prej ulemave që është Ibn Daqiq al-Eid, pra një prej ulemave të këtij umeti, i cili thot se kuptimi ose ajo që përfitohet nga hadithi është se për gjinin femërore pra nuk lejohet që ta përcjellin xhenaze. Dhe pa diskutim që kjo është fjala më e saktë, sikurse e tham më lart, që vetëm nëse ato ndodhen aty, sikurse po themi si vendet tona, ku nuk ka vend të apostafat për të falur xhenaze dhe falen her pas here në xhami, ose falet ka ndodhur që të falet dhe në shtëpi, ose ka ndodhur që të falet, po themi, tek vendi i shtëpisë ka një vend të hapur kështu dhe gratë mund të falen brenda ke shtëpia dhe dëgjon atë tekbirin që merr imami, pa diskutim që ato marrin pjesë për të falur pas këtij namazi. Kjo për sa i përket këtij hadithi, dhe siç thamë më lart, hadithet vijojnë të jenë në temën e xhenazës, por se ajo një mini temë që ka vendosur Sheikh Abdullah al-Besam është bab fi mawqif al-imam min al-mayyit. Ku qëndron imami kur merr me u fal pra namazin e xhenazës? Qa pjesë e trupi pra i drejtohet imami? Dhe për këtë Sheikhu Abdul Ghani al-Maqdisi ka përcjellur hadithin që është më poshtë. An Samurata ibn Jundibin radiyallahu anhu قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها رواه البخاري ومسلم. Pra transmetohet nga Samura i birit Xundubit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se thot u fala mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose pra bashkarisht me dërgumin e Allahut, mbas një xhenaze e cila pra kjo grua kishte vdekur nga gjaku i paslindjes, që quhet nifas, dhe qëndroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e trupit saj. Pra, aty ku ishte vendosur mbi atë, po themi, krevat e shtrir xhenazja, qëndroi në mesin e trupit saj. Dhe fjala wasatun dhe wastun, pa e përmend këtë sepse nuk është se është lënda e gjuhës, por thot Sheikhu Abdullah al-Besam, kur vjen fjala, do thot në mes, pra, kur vjen fjala wastun me sukun, sini nuk merr as e, as i, thot përdoret vetëm në ato raste kur ajo nënkupton diçka të mirë. Kurse kur vjen fjala me e përshkru fjalin që do të përdorësh ti, si thush gjitu, pra erdha dhe ula në mesin e juaj, këtu thot përdoret me e, wasatun. Kurse kur vjen me sukun, përdoret vetëm për veprime ku nënkupton në të mirësi, si tham neve, pse qëndron imami në mesin e trupit të xhenazës së gjinisë femërore, sepse urtësia e saj është që ato që janë pas mos të shikojnë tek trupi i të vdekurës, as tek vendet e turshme dhe as më lart saj. Kjo pra është urtësia. Prandaj kur ka një vepër të mirë pas, atëherë kjo fjalë merr sukun, por se në shumicën e rasteve ajo përdoret me e, si dobi për këtë fjalë. Dhe kuptimi që ka zgjedhur Sheikhu Abdullah al-Besam si shpjegim për këtë hadith është se Samura ndodhi pra që të fale me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbas kësaj xhenazeje e cila pra i kishte ardhur shkaku i vdekjes nga gjaku i paslindjes. I dhe thot e pas të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam që u pozicionu në mesin e trupit të saj. Dhe thot Sheikhu Abdullah al-Besam se kjo është dhe urtësia e saj, si e kanë përcjellur thot imamët ose ulemat e kësaj pra të fikut, thot se imami vendoset pozicionuar në mesin e trupit saj për të qenë pra si pengesë nga shikimi i personave dhe i namazfalseve që janë pas se mos shikojnë
tek trupi i saj dhe mos shkoj syri dhe mos bën gjunah, edhe pse ajo pra është e vdekur. E dyta dobi që ka përcjellur shehu Allahu më shëroft është se kjo është pra shkaku i vdekjes. Dihet që nëse vdes pra nga kjo e ka konsideruar pra sepse është nga dhimbjet e barkut dhe dihet që është pra nga dëshmorët. Nëse vdes nga dhimbja e barkut hyn te kategoria e dëshmorëve. Dhe thotë që dallimi midis atij personi i cili bie dëshmor luftë nuk është i njëjtë në shpërblim sikurse ai personi i cili vdes nga dhimbja e barkut ose në këtë rast sikurse pra ka vdek nga gjaku i cili pra është paslindje dhe mbase nuk e kemi ditur më përpara që edhe kjo hyn tek kategoria e dëshmorëve, por vlera dhe shpërblimi i të dy kategorive nuk është i njëjtë. Urtësia e qëndrimit e përmend prap shehu Abdullah al-Besam është se që njerëzit pas mos shikojnë pra tek ajo që nuk duhet të shikojnë. Dhe e ka përmendur Shekh ose Imam Tirmidhi një hadith i cili e ka bërë Hasan, thotë se Enes radiallahu anhu u fal mbi një xhenaze i cili ishte mashkull dhe qëndroi thotë tek koka e tij. Mbasi e falëm xhenazën, u ngritëm dhe një prej pjesëmarrësve ishte Ala ibn Ziyad dhe i thotë: "O Enes, a kështu e ke falur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam?" Pra, ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek koka e xhenazës? I thot Enesi po. Po për gjinin femërore? I thot ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek mesi i saj. Ajo çka pse e ka përcjellur shehu Abdullah al-Besam është që po për gjinin mashkullore ku qëndron imami, atëherë qëndron drejt kokës tij. Kurse për gjinin femërore, sikurse e morëm më përpara, qëndron tek mesi i trupit të saj. Disa dobi që ka përcjellur shehu Abdullah al-Besam është tjetra është, nëse ndodh që xhenazet janë më shumë se një dhe janë të gjithë meshkuj, si i rëndisim ato? Thot, ato që kanë përmendur imamllarët, thot, e para thot rënditën sipas diturisë. Nëse sipas diturisë janë të njëjtë, atëherë shkojmë tek cilësia e dytë, që është devotshmëria. Kush njihet në mesin e njerëzve se ka qenë më i devotshëm personi, atëherë ai vendoset i pari. Dhe nëse janë barabartë në devotshmëri, atëherë thot vjen cilësia e tretë, e cila është mosha. Nëse ata janë dietar, të ditur, dhe po ashtu të dy të gatit barabartë në devotshmëri, atëherë i rëndisim ata sipas moshës. Më i madhi është i pari, pastaj i dyti, pastaj i treti. Kjo është e para që duhet dim. E dyta thotë është, nëse ndodh që ka xhenaze mashkull dhe femër, si i rëndisim ata? Sikurse e dim që spari vendosen ata që janë të gjinisë mashkullore, pastaj xhenazeja vijuese janë ata që janë pra të gjinisë femërore. Dhe rënditja vjen nga ne dhe mbrapa, dhe jo nga përpara duke u afruar tek imami. Pra i pari është ai që është më afër me ne, pra me imamin, dhe pastaj i dyti është mbas tij, i treti, i katërt, i pestë. Në këtë rast meshkujt janë ato që janë tek safi i parë dhe pastaj ato që vinë më pas duke u larguar nga ne, Besoj se është e qartë dhe është si dobi pra e rëndësishme, dhe nëse na ndodh atëherë dim si të veprojmë. Duaja është një për gjithë. S'ka ardhë moment, inshallah do të vija diti, po inshallah masë. Tema vijuse babun fi tahrimit tasakhut bil fi'li wal qawl. Thot Sheikhu Abdullah al-Besam, shfaqja e dëshpërimit me vepër dhe me fjalë.
a bën, a lejohet, a veprohet apo jo. Për këtë ka përcjellur hadithin me numër 161 an Abi Musa Abdullah ibn Qais radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal haliqati wash-shaqati rawahu al-Bukhari wa Muslim. Pra transmetohet nga Abi Musa Abdullah ibn Qais, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë jam larg asaj ose atij personi i cili e ngren zërin kur është prezant tek një xhenaze, dhe larg atij ose asaj i cili shkul flokët e tij nga dëshpërimi, dhe larg atij ose asaj që gris rrobat e tij nga dëshpërimi që i ka ndodhur. Hadithin e transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslim. Gjithashtu hadithi me numrin 162, se janë të dyja të njëjta për temën, an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qal: "Laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyyah." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ka thënë pra Abdullah ibn Mas'udi, Allahu qoftë i kënaqur për ti, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk është prej nesh ai i cili godet fytyrën e tij, apo gris rrobat e tij, apo sillet sikurse janë sjellur më përpara ignorantët kur i është ndodhur vdekja ose xhenaze përpara tyre. Rawa e transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslim. Të dy këto hadithe, thot Shehu Abdullah al-Bassam, janë të njëjta pra dhe hyn tek tema pra dëshpërimi që ndodh kur dikujt pra i ndodh kjo lloj vdekje. Si duhet sillet? A lejohet që të veprojmë këtë lloj veprimesh apo jo? S'ka dyshim që hadithi pra është i qartë dhe thot Shehu se lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa fi dhalika al-hikmatu at-tamma wa at-tasarruf ar-rashid. E Allahu thot është ajo çka ty ta ka dhënë. Dhe po Allahu është ajo çka ai e merr. Dhe në të ka urtësi të plot. Dhe çdo gjë që ndodh me një drejtësi nga Allahu Azza wa Jall. Dhe pa diskutim thot që ato persona të cilët sillen me këtë lloj sjellje u mungon atyre thot dy gjëra. E para thot është el iman billahi el kamil. Pra ai besim tek Allahu Azza wa Jall i plot dhe ashtu sikurse duhet. Dhe e dyta thot është ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam plotësisht, sikurse e dim, ashtu sikurse ka vepruar, ashtu sikurse ka folur, ashtu sikurse shumë herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pranuar, por nuk e ka vepruar se nuk e ka folur. Pra, nëse besimtarit dhe besimtares i bie poshtë kjo lloj e cila hyn tek ashtu sikurse tregohet për kufizimi i imanit, që është el imanu yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Pra pjesa e fundit është që imani, besimi i besimtarit dhe besimtares ngrihet kur ajo dhe ai vepron vepra të mira dhe bie kur ai ose ajo vepron vepra të këqija. Dhe kur besimtari dhe besimtarja nuk e ka imanin e plot dhe nuk e njeh fen Allahut Azza wa Jall dhe nuk lexon për atë çka ai dhe ajo e don dhe e konsideron veten prej saj, atëherë vepron kështu veprimesh, të cilët pra i ka përcjellur pra hadithi i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thënë unë nuk e pranoj atë person i cili pra kur i bie kjo fatkeqësi dhe ai gris rrobat e tij nga dëshpërimi ose shkul flokët e tij ose ajo flokët e saj nga dëshpërimi dhe gjithashtu pra godet fytyrën e vet nga dëshpërimi, sepse kjo tregon që ai nuk ka besim tek Allahu Azza wa Jall, nuk mendon mirë për Allahun Azza wa Jall, dhe kështu ai mendon se përfundimi është shumë i keq dhe quhet padrejtësi. Ai e konsideron si padrejtësi ndaj atij çka
e atij pra e ka gjetur ose i ka ndodhur. Dhe për këtë ka përcjellur fjalën e Allahut Azza wa Jall se besimtarët janë ata të cilët pra, siç thot, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Pra besimtarëve kur u bie një fatkeqësi ose një dëshpërim si kjo, atëherë të thonë ne jemi të Allahut dhe kthimi është po tek ai. Ata janë të cilët pra e veprojnë atë namazin e tyre dhe me shpresë tek Allahu Azza wa Jall dhe pretendojnë mëshirën e Allahut dhe e konsiderojnë dhe e kanë besim atë, ata janë të udhëzuar. Ata janë pra në rrugën e drejtë. Sura Bekare, ajeti 156-157. Dhe thot shehu Allahu mëshiroft Abdullah al-Besam se dobia që merret nga ky hadith është se të dëshpërohesh nga caktimi i Allahut është e ndaluar. Të ndjesh për atë që të ndodh është e lejuar. Të qaj, të lëshoj lot syri është e lejuar. Por të veprosh me veprime nga ajo që të bie, ajo është e ndaluara. Pra, siç e tham, ato 3 veprime janë të qash me zë, të bish vetes tate, të shkulesh, të grisësh rrobat apo të shkulesh flokët e trupit. E dyta, tahrim taqlidul jahiliye bi umuretin, pra thot është ndaluar që të ndjekim njerëzit e ignorantë, njerëzit që kanë qenë përpara se të vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë shariat. Ata ishin që veproshin këto veprime. Pra, sikurse i përmend hadithi i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo është e ndaluar. E treta thotë është se kjo konsiderohet nga gjunahet e mëdha. Pra, nëse do pyetet besimtari që a bën që të sillemi si këto 3 veprime dhe çfarë gjykimi ka, atëherë ne i përgjigjim atij që kjo nuk bën, është ndaluar dhe kjo konsiderohet nga gjunahet e mëdha sepse njeriu pra humbet mbështetjen tek Allahu Azza wa Jall dhe ai nuk beson tek mëshira e Allahut Azza wa Jall dhe gjithashtu e akuzon Allahun me padrejtësi ndaj tij. E katërta, ajo që përfitohet dhe normalisht që e qetëson besimtarin është se nuk ka gjë dhe është e lejuar që besimtari të mërzitet apo t'i shkoj loti në fytyrën e tij, apo të ndjej një ndjenjë nga brenda që quhet pra si mërzi për atë që i ka ndodhur. Të gjitha këto janë të lejuara, por pa dal tek ato 3 lloj veprimesh të cilët i ka përcjellur hadithi që lexuam më lart. Për këtë shehu ka përcjellur 2 gjëra. Ka thënë disa dobi dhe e para është al-imanu billahi ta'ala wa husnu ar-raja'i al-'abdi li rabbih wa mathubatuhu dhallun dhalilun bi ayyi ilayhi kullu min lahfatihi sama'ihim al-hayat al-muharraka. Thot që besimi tek Allahu Azza wa Jall dhe mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall dhe besimi se Allahu Azza wa Jall do ta shpërblejë njeriu për atë gjë që ka vepruar në këtë dynja, e bën atë që të qetësohet në brendësinë e trupit të tij. Pra besimtari dhe besimtarja që beson tek Allahu dhe shpreson tek Allahu Azza wa Jall dhe e din mirë që Allahu Azza wa Jall me mëshirën e tij e fal atë duke qenë vepër mirë, këto 3 cilësi e bën që të mendoj mirë për Allahun dhe gjithashtu bëhen shkak që t'ia qetësoj brendësinë e tij. Por kur njeriu i humbet këto të treja, atëherë shkon automatikisht tek ato 3 veprime që i ka përmend hadithi. Kush e njeh Allahun Azza wa Jall me dituri dhe me devotshmëri, i largohet atij ajo që është vështirësi. Pra, kjo është një fjalë e të cilën e ka përmendur selefët, thot men arafa Allaha hanat alayhi musibatuhu. Kush e njeh Allahun Azza wa Jall
me dituri dhe devotshmëri, i largohet atij ajo vështirësi që i bie. Gjithashtu ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ajaban li mu'min. Është e çuditshme çështja e besimtarit. Inna amruhu kulluhu ajabun. I gjithë çështja e tij është e çuditshme. In asabathu sarra'un fa shakara kana khairun lah. Kur atij i bie një diçka e cila është si vështirësi për të dhe falenderon Allahun, atij kthehet mirësi. Wa in asabathu darra'un fa sabar kana khairun lah. Edhe nëse atij i bie diçka e rëndë, por se duron për Allahun azza wa xal, atij kthehet prapë mirë. Pra kur i bie diçka, kënaqet dhe falenderon Allahun. Pra diçka e mirë. Kur i bie diçka e vështirë tek vetja, duron dhe prapë atij kthehet e mirë. Wa laysa dhalika illa li mu'min. Dhe kjo është ajo pra ku lidhet me pjesën që tha dobi nga hadithi, që tha besimi tek Allahu. Por se kjo nuk mund ndodh vetëse për besimtarin. Pra besimtari sillet kështu. Qoftë kur i bie diçka e mirë, thot alhamdulillah, është për Allahut. Kur i bie diçka e rëndë dhe e vështirë dhe e sikletshme, duron dhe thot është po për Allahut azza wa xal. Pra nuk sillet keq me atë çka është caktim për atë. E dyta, njerëzit sot mbasi kanë humbur besimin tek Allahu azza wa xal, shpresën dhe pendimin tek Zoti i tij dhe përfundimin nuk e besojnë, pra nuk ka përfundim të mirë për mua. Unë përderisa më ndodh diçka e keqe, gjithçka e keqe rreth meje, jeta po bëhet e vështirë, atëherë e humb shpresën tek Allahu azza wa xal. Atëherë njerëzit ku shkojnë? Thot Sheikh Abdullah al-Besam, ikin thot dhe bën vetvrasje. Shumica për tyre thot dalin nga kuptimi i drejtë. Pra janë njerëz që humbasin logjikën. Nga kjo mosbesimi dhe nga kjo shturje dhe nga kjo humbja e shpresës dhe nga besimi tek Allahu azza wa xal, atëherë njerëzit shkojnë thot në vetvrasje dhe gjithashtu humbin logjikën. Prandaj besimtari uma dhalika illa lil mu'min. Dhe kjo nuk mund ndodhi pra edhe të falenderosh Allahun dhe të durosh në fatkeqësi vetëse nga një besimtar ose nga një besimtare. Prandaj dhe besimtari dhe besimtaria kur i bie vështirësia dhe duron, atëherë ata pra arrin që të vetë përmbahen dhe gjithashtu janë durimtar dhe gjithashtu qetësohen në brendësinë e tyre se e dinë që gjithçka vjen prej Allahut azza wa xal. Prandaj thot besimtarët nuk kanë në zemrën e tyre vetëse pëlqim dhe kënaqësi. Pra dorëzohen, aleikum selam, dorëzohen tek ajo çka ja ka caktuar Allahu azza wa xal dhe kënaqen me atë që ja ka hudhur Allahu azza wa xal. Dhe dobia që ka sjell tjetër Sheikh Abdullah al-Besam është se muslimani nuk del nga Islami nëse vepron një gjunah të madh. Po me çfarë kushti? Thot, atëherë kur ai nuk e konsideron atë halal, pra thot që s'ka asgjë që ta veprosh të. Por kur besimtari bie tek një gjunah i madh dhe nuk e bën atë të lejuar, atëherë ai nuk del nga Islami. Porse dihet që ai merr gjunah për atë që vepron. Dhe për këtë ka përcjellur hadithin që thot lejse minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyub, që sapo e lexuam, nuk është prej nesh ai i cili pra gric veten e tij, godet veten e tij dhe gris rrobën e tij kur i bie një fatkeqësi. Gjithashtu ka thënë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk beson askush për jush derisa ai të dojë për vllajën e tij atë që don për veten e tij. Pra s'ka besimtar nëse njeriu nuk don, nuk e dëshiron për vllajën e vet atë që don për veten. Po mund ndodhi në zemrën e njeriu që ta dojë diçka vetëm për veten e tij dhe nuk e dëshiron për vllajën e vet.
A do thot kjo që ky person pra del nga Islami? Jo. Sepse ky nuk e bën këtë të lejuar, por se ndodh nga besimi i tij i dobët, nga imani i tij i dobët, që të dëshiroj gjithçka për veten e tij dhe mos ta dëshiroj atë për vëllezërit e tij të tjerë. Prandaj e kanë përcaktuar këtë me këtë që tham që nëse njeriu bën një vepër të ndaluar që hyn tek gjunahet e mëdha, por se nuk ka, e din shumë mirë që ajo është e ndaluar, është gjunahu i madh, por bie tek kjo vepër, ai person pra ngarkohet me atë, por se nuk del nga Islami. Dhe ka përcjellur për këtë fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, Allahu mëshiroft, që thot anal imana naw'an. Pra besimi tek Allahu Azza wa Jall është në dy kategori. Naw'un yamna'u min dukhulin nar. Besimi i parë është që njeriu bie në disa gjunahe dhe e ndalon dhe nuk hyn tek pa në zjarr xhehenemit. Dhe e dyta, naw'un la yumna' min ad-dukhul. Pra bie besimtari në zjarr xhehenemit, sprovohet me atë, Allahu na ruaj prej saj, dhe Allahu Azza wa Jall e nxjerr atë të pastruar dhe e fut në xhenetin e amshushëm. Këta janë dy kategoritë pra që ne duhet i kemi si bindje dhe besim, por se duhet punojmë me veten tonë që mos jemi ke kategoria e dytë, që të hyjmë dhe të prekim atë pra zjarrin e xhehenemit dhe të pastrojmë për saj dhe pastaj të futemi në xhenetin e amshushëm. Prandaj njeriu duhet ta di se nuk duhet jetoj në këtë botë vetëm me bindjen se Allahu më fal. Duhet ketë dhe bindje tjetër që Allahu është dënues. Pra Allahu ka krijuar xhenetin, po ka krijuar edhe xhehenemin. Dhe njeriu duke i pas parasysh këto dyja, atëherë jetën e tij e bën duke qenë dhe duke shpresuar tek Allahu Azza wa Jall, por se duke pas edhe frikë nga dënimi i Allahut Azza wa Jall. Dhe e kanë krahasuar pra ulemat, sikurse e dini, me atë shpendin i cili pra fluturon, dhe ka thënë me një anë të krahut ti pra është mëshira dhe një anë tjetër është dënimi. Nëse ai jep më shumë, pra anon tek shpresa, atëherë i bie që të rrezohet. Dhe nëse më shumë pra anon vetja e tij, pra e zogu duke fluturuar me një krah nga pjesa e dënimit dhe ai rrezohet. Prandaj duhet që ti balancoj të dyja dhe kështu bën një jetë pra qoftë shëndetshme, por se edhe e dobishme në dynja, po gjithashtu e dobishme në ahiret. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall pra që të jemi për atyre njerëzve që Allahu Azza wa Jall pra të na ketë përcaktuar për ne xhenetin e amshushëm dhe të lutim xhenetin Firdaus, i cili është më i larti i xheneteve. Dhe Allahu Azza wa Jall na bëj për tyre bashkërisht të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Kaq për këtë temë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të jetë dobishme, të ketë qenë dobishme ajo që lexuam dhe dëgjuam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah është përbleft për dëgjimin.